A keni fillu mi bagati ullit për këtë vit? Apo ala, unë sot pylla 2 mënyra, si me i reqë dhe si me i rujt për kretë vitin. Ullit mësi i kena la, i shtypim me qekeq dhe i fusim në një enë. I mushim me ujë dhe për 7-8 dit i ndrojmë ujnë ka 2 herë në ditë. Këtu jena në ditën e 7, jo helim pak kryp dhe i lam edhe për një ditë që të zinohen. Tash këtu ku ishin një ullit e zinum, jena ditën e 8. Si që janë kështu, i marrim, i fusim në enë dhe i mushim me ujë e kryp cilën e kam përgatit ma parë. I mbyllim dhe i kena gati me i shiju si mas dëshirës. Tash për i la mënyrën tjetër se si më i rujt. Ullit si kur janë, ashtu të pa shtypun, vetëm si kur i kena la, mushim kavanozat, pagurit apo bidonat, i mushim me ujë e kryp, i vëm disa feta limoni në kryt dhe i mbyllim mirë. E masane i rujmë në një vend të ertë të freskët dhe i kena gati.